Lamdëmira e fundit ndaj ikonës së skenës Margarita Xhepa ishte e vështirë për miqt, për kolegët dhe për publikun që shumë e deshi. Për ta është një humbje e madhe, një yll i papërsëritshëm dhe një ikonë që vendi ynë pati fatin ta kishte, ndërsa ndajnë kujtimet dhe vlerësimet për gjithë rrugëtimin e saj sa njerëzor dhe profesional. Për mua ka qenë njëri i madhnushëm edhe për popullin. Çdo komb me një artiste të madhe si Margarita Xhepa ndihet fatlum dhe krenar njëhershëm. Gjithë rrugëtimi i saj i adhurueshëm profesional krijoi imazhin e gruas në të gjitha dimensionet. Është një humbje e madhe që na ka lënë të zbrazët dhe bosh. Ajo dinte vetëm të shpërndante në dashuri. Njeri i madh, isha i dashuruar që kur e kam parë, vetë i dashuruar edhe sot. Mes lotësh edhe i biri, aktori i mirënjohur Ndriçim Xhepa flet për nënën e tij dhe se si dëshira e saj nuk shuaj, edhe pse mbante peshën e kohës mbi shpinë për të qenë angazhuar në kinema. Ky filmi prapë kishte diku një dëshirë, një ëndër prapë se mund të bënte tjetër. Rëndësi ka që mënyra se si po respektohet sot nga publiku i filmave, i punëve të saj që ka lënë në ekran dhe të skenë. Në omazhe nuk munguan as figurat e politikës, dashamirës të artit dhe kulturës që nderuan për të fundit herë një prej ikonave të skenës dhe kinemas mes duar trokitjeve të fundit. Omazhe në nder të aktorës së mirënjohur u mbajtën edhe në vendlindjen e saj në Lushnjë. Margarita Xhepa u nda nga jeta me 3 prill në moshën 91 vjeçare dhe do të prehet në Sharr.